Përshëndetje, atëherë sot kam zgjedhur të bëj zgjidhjen e një kryqëzimi kur kemi prezent një mjet të emergjencës. Në rastin konkret kemi një ambulancë, por në të njëjtën formë do veprojmë dhe po të jetë policia apo zjarrfiksja. Pra, pikë së pare duhet të fiksojmë dhe të mësojmë mirë se cilat mjete bëjnë përjashtim në kryqëzim. Pra, cilat mjete kanë përparësi kalimi kundrejt mjeteve tjera kur vim në kryqëzim. Atëherë është tramvaji të mjetet mbi shina që me kod rrugor njihen si kalim në nivel, është ambulanca, policia dhe zjarrfiksja. Pra, këto tre mjete të emergjencës kur janë në shërbim largohen të parë dhe kur janë një shërbimit kur t'ju vi radha e kalimit. Unë do bëj dy zgjidhje, në një rast kur ambulanca është në shërbim dhe në rastin tjetër kur ambulanca është jashtë shërbimit, që të krijoni idenë se si mund të bëjmë zgjidhjen e një kryqëzimi kur kemi prezente mjetet e emergjencës që janë në shërbim dhe kur janë jashtë shërbimit. Atëherë, do bëjmë zgjidhjen e parë kur ambulanca është në shërbim, pra largohet e para. Pastaj pasi largohet ambulanca, do shikojmë mjetet tjera që janë në kryqëzim. Cili mjet nuk e përplas në të djathtë tjetrën, pra nuk i vjen djathtas, atëherë do kaloj mjet dhe pastaj do kaloj mjeti tjetër. Pasi u largua ambulanca, tani mund të largohet mjeti M? Jo, se ka në të djathtë mjetin S. Kalojmë te mjeti S, atëherë mjeti S i plotson të dyja, kush as nuk ka mjet djathtas dhe nuk ka përplasje të trajektorës. Trajektorin e ka të lirë, mjeti M i vjen në të majt, nuk e pengon fare, kështu që do kaloj mjeti S, pastaj do kaloj mjeti M. Dhe zgjidhja përfundimtare në rastin kur ambulanca është në shërbim është ASM. Ndërsa tani do bëjmë zgjidhjen kur mjeti A është jashtë shërbim, pra ambulanca nuk është në shërbim, nuk është me si rëndesur dhe të shikojmë po i plotësoj kushtet të largohet i para, sepse këto mjete tashmë janë në kushte të barabarta. Nuk është kusht sepse është ambulancë, kusht është nëse është në shërbim ose dhe nëse plotëson kushtet për të larguar i pare nga kryqëzimi ky mjet. Atëherë shikojmë mjetin A, nëse plotëson kushtet, nëse nuk ka mjet djathtas apo përplasje të trajektorës djathtas, ky mjeti A ka në të djathtë mjetin M. Nuk mund të largohet i pare nga kryqëzimi. Kalojmë te mjeti M. Mjeti M po ashtu ka mjetin S në të djathtë dhe nuk mund të largohet nga kryqëzimi. Kalojmë te mjeti S. Mjeti S me të vërtet ka këtë mjetin A, por shikoni trajektorin e ka të lirë, pra nuk ka përplasje të trajektorës në të djathtë. Kështu që do kaloj mjeti S, pastaj do kaloj mjeti M dhe në fund fare mjeti A, sepse duke u larguar mjeti S i pare nga kryqëzimi, i liron krahun në të djathtë mjetit M. Dhe duke u larguar mjeti M, po ashtu i liron krahun në të djathtë mjetit A. Dhe zgjidhja përfundimtare e këtij kryqëzimi është kur ambulanca gjithmonë është jashtë shërbimit. Atëherë është SMA. Pra, siç e kemi thënë dhe më herët, kur jemi me rregullin me e krahut të djathtë ose me zgjidhjen e thjeshtë, janë dy kushte që duhet të plotësohet, por kushti më i rëndësishëm është mos të ketë përplasje të trajektorës, si në rastin konkret që ky mjeti S ka mjetin A djathtas në të djathtë, por nuk ka përplasje, nuk i ndërpritet trajektoria në të djathtë, ndaj dhe kalon ky mjet i pari. Dhe pastaj kur jemi me zgjidhjen e thjeshtë, sa përcaktoj mjetin e parë, mjetet e tjera largohen sipas sensit orar. Atëherë ky është gjithë materiali që kisha përgatitur për ju. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sadopak prej kryqëzimit për arsye sepse në bazë të eksperiencës time me kursantët e mi, e shoh që gjithë vështirësinë që hasin kursantët gjatë leksionit teorik është pikërisht kjo zgjidhja e kryqëzimeve, që është disi më e vështirë